I dehur rau gruan e tij, 31 vjeçari nuk duron dot dhe vret me thik të atin në Shkup. Një konflikt i rënd familjar ka përfunduar në tragjedi në Shkup, ku një 31 vjeçar dyshohet se vrau babain e tij gjatë një përleshje brenda banesës. Sipas autoriteteve maqedonase të Maqedonisë Veriut, ngjarja ndodhi rreth orës 22:30 në një apartament në lagjen Bit Pazar. Hetimet paraprake tregojnë se 52 vjeçari me inicialet L, i cili dyshohet se ishte në ndikimin e alkoolit, kishte ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij, 54 vjeçare. Në momentin kur konflikti po përshkallëzohej, djali i tij, 31 vjeçar, me inicialet BX, ndërhyri dhe sipas dyshimeve të para e goditi të atin me thik. Sipas plagëve të marra, 52 vjeçari ka ndruar jetë. Humbi jetën në vendngjarje. Pas sinjalizimit, forcat e policisë mbritën me njërë në banesë dhe arrestuan të riun rreth orës 23 si të dyshuar për ngjarjen. Ndërkohë, gruaja e cila kishte pësuar lëndime gjatë episodit të dhunës u transportua në spitalin e përgjithshëm të qytetit Shën Naomi Ohrit, ku mori ndihmën mjekësore të nevojshme. Me urdhër të prokurorisë, trupi pa jetë i 52 vjeçarit u dërgua për ekspertizë mjeko-ligjore, ndërsa hetuesit po punojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe dinamikën e ngjarjes, si dhe për të përcaktuar përgjegjësi penale. Një konflikt i rënd familjar ka përfunduar në tragjedi në Shkup, ku 31 vjeçari dyshohet se vrau babain e tij gjatë një përleshje brenda banesës. Sipas autoriteteve të Maqedonisë Veriut, ngjarja ndodhi rreth orës 22:30 në një apartament në lagjen Bit Pazar. Hetimet paraprake tregojnë se 52 vjeçari me inicialet L, i cili dyshohet se ishte në ndikimin e alkoolit, kishte ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij, 54 vjeçare. Në momentin kur konflikti po përshkallëzohej, djali i çiftit, 31 vjeç, me inicialet BX, ndërhyri dhe sipas dyshimeve të para e goditi të atin me thik. Sipas plagëve të marra, 52 vjeçari humbi jetën në vendngjarje. Pas sinjalizimit, forcat e policisë mbritën me njëherë në banesë dhe arrestuan të riun rreth orës 23 si të dyshuar për ngjarjen. Ndërkohë, gruaja e cila kishte pësuar lëndime gjatë episodit të dhunës u transportua për në spitalin e përgjithshëm të qytetit, ku mori ndihmën e nevojshme mjekësore. Me urdhër të prokurorit, trupi pa jetë i 52 vjeçarit u dërgua për ekspertizë mjeko-ligjore, ndërsa hetuesit po punojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe dinamikën e ngjarjes, si dhe për të përcaktuar përgjegjësinë penale.